Të jetosh gjatë është diçka që ne të gjithë e duam, që nga mesazhet që ne dërgojmë për ditëlindje njerëzve të dashur, u bëfsh edhe 100. Pra urojmë që të jetojnë gjatë, po të jetosh gjatë nuk mjafton, sepse duhet të jetojmë dhe të shëndetshëm. 2 vjeçar për shembull, nëse krahasojmë, një jeton kanë të njëjtat vite jete, po dikush vazhdon të jetë aktiv, me energji, i pavarur për të kryer funksionet e tij dhe dikush është i shtrirë në krevat. Ka shumë ndryshim të madh, sepse të jetosh gjatë nuk mjafton pa cilësi të jetës, pra pa shëndet. Të jetosh gjatë, të kapësh 90-tat, do të thotë që ti je i plakur, absolutisht. Por nuk do të thotë që ti duhet të jesh i sëmur, pra duhet të jetojmë pa sëmundje. Dhe për të arritur në këtë gjendje, e vetmja gjë kryesore që ne duhet të bëjmë është të kemi kujdes për shëndetin. Duhet të ndërgjegjësohemi që sado ndim mund të marrim nga ekspertët e shëndetit, nga familjarët, personi kryesor i vetmi që është përgjegjës dhe në kontroll të shëndetit të tij është vetë individi. Dhe vetë individi duhet të jetë i ndërgjegjshëm e para dhe më e rëndësishmja për parandalimin e sëmundjeve, pra për të mbrojtur shëndetin. Shumë e fuqishme, unë kam thënë dhe do ta theksoj sërish që parandalimi është shumë më i fuqishëm se trajtimi. Duke mos i hequr vlerën trajtimit, sepse sot janë bërë shumë avancime edhe në fushën e shëndetit për të trajtuar sëmundje nga më të ndryshmet, por parandalimi mbetet hapi më i rëndësishëm kryesor për të jetuar vite të shëndetshme dhe të gjata. Pra një jetë të gjatë. Sot dua të ndaj me ju 3 shtylla për të pasur pra një jetë sa më të gjatë dhe me shëndet. E para fare që qëndron mbi gjithçka, mbi çdo suplement, mbi çdo trajtim, që mund të jetë falas, mund edhe të kushtoj, është aktiviteti fizik. Aktiviteti fizik mund të kryhet në natyrë, në shtëpi, në palestra të thjeshta, në palestra moderne, secili zgjedh mënyrën që ai do, por të gjithë duhet të jenë fizikisht aktiv për trurin, për inflamacionin, për të mbajtur masën muskulore, për energji dhe për shumë funksione të tjera. Antidepresant është çelës për gjithçka. E dyta, proteina, jashtëzakonisht e rëndësishme dhe shpesh e nënvlerësuar, por duhet të ndërgjegjësohemi që në çdo vak të përfshijmë të paktën 20 gram proteinë cilësore. Tani se sa duhet të marrim eksaktësisht, kjo varion sipas individit, prandaj dhe rekomandimi është në bazë të një intervali nga 1.2 deri në 1.6 gram për kilogram të trupit, sepse varet sipas nevojave të ndryshme që ne kemi. E treta shumë e rëndësishme, vitamina D, po e veçoj nga vitaminat dhe suplementet e tjera sepse është më e rëndësishme për sa i përket jetëgjatësisë dhe shëndetit. Shpesh nuk mjafton vetëm nga dielli, prandaj duhet kemi parasysh që të dimë nivelet tona nëpërmjet testit dhe të marrim dozën e duhur nga suplementet.